falenderoj muajin e bekuar të Ramazanit, Zoti ja pranoft gjithëve. Për mua është jo vetëm emocion, është nder dhe kënaqësi që kam familjen, shok, që jam rritur që në shkollë fillore me to. Por sot realisht kur shoh gjithë miqtë e mi, kam emocion, për që si që. Nuk mund të reja pa ju falenderuar për mbështetjen, suportin që ka marrë për ju për 8 vitesh në Partinë Republikane ku unë aty aderoj. Ku e nisa si një i ri, u bëra kryetari i Forumit Rinor, pjesë e Këshillit Bashkiak dhe sot po ju kërkoj të njëjtën mbështetje, po me një forcë jashtëzakonisht më të madhe. Unë politikën e kam pasion, nuk e kam biznes dhe ajo që ju kërkoj është që zëri i gjithë ju që jeni këtu ketë akoma më shumë forcë dhe të ngjohet në mbar kombin shqiptar. Duke vërtuar Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore, konkretisht dhe mua si mikun tuaj, ne do bëjmë çmos dhe do kemi projekt ligje konkrete dhe këtë ju jap fjalën, që zëri i rinisë të dëgjohet sa më shumë. Duke bërë gjëra sa më shumë konkrete, ne duhet japim shpresë rinisë. Rinia këtu duhet luxoj, duhet jetoj, duhet të ndërtoj të ardhmen dhe të rrisim fëmijët tanë. Zoti ju dhënë lumturi, paqe, begatim familjet tuaja dhe inshallah jemi krah njëri tjetrit gjithmonë deri në fitore. Amen. Faleminderit. فيك الحب زاد عمل